Qeveria e Maqedonisë së Veriut kot shpreh shqetësim për protestën e organizatave të veteranëve të UÇK-s që do të mbahet të shtunën në Shkup, ku do të kërkohet drejtësi për drejtuesit e UÇK-s që po gjykohen në Hag. Edhe pse kundër protestës, kryeministri Mickovski thotë se do të bëjë gjithçka që ajo të kalojë pa incidente dhe kështu pritet të ndodhë, sepse nuk ka asnjë arsye të jetë ndryshe. Megjithatë, qëndrimi i kryeministrit është problematik për disa arsye. Mickovski deklaron se qeveria nuk e përkrah protestën, duke injoruar faktin se partneri shqiptar në qeveri Vlen nuk e kundërshton atë. Kjo logjik e përjashton në mënyrë fiktive Vlenin nga ekzekutivi. Nëse kjo forcë nuk pas ka rol qeveritar, atëherë kryeministri duhet të shpjegojë në çfarë cilësie merr vendime ajo brenda qeverisë. Po ashtu është e panevojshme dhe qesharake ngritja e një shtabi të krizës për një protestë të paralajmëruar dhe pa asnjë indicie për destabilizim. Në Maqedoninë e Veriut protestohet shpesh, por rrallëherë kryeministri i kushton kaq vëmendje një tubimi qytetar. Kjo qasje selektive e Mickovskit forcon perceptimin se protestat e shqiptarëve paragjykohen paraprakisht si kërcënim për rendin publik. Nëse kryeministri ka informacione konkrete për skenar destabilizues, ai duhet t'i ndajë me publikun. Në të kundërtën, ai vetëm ushqen dyshime se qeveria mund të provokojë incidente për të delegitimuar protestën, skenar që shqiptarët i kanë përjetuar edhe në të kaluarën, kur pas protestave të qeta shfaqen individ të maskuar që nxisin konfrontime me policinë. Kryeministri e di mirë se shqiptarët nuk kanë motiv për të destabilizuar as Maqedoninë e Veriut, as rajonin. Përkundrazi, Shqipëria, Kosova dhe faktori politik shqiptar në Maqedoninë e Veriut kanë dëshmuar rol konstruktiv në paqen dhe stabilitetin rajonal. Në vend të krijimit të një rreziku të rrem nga shqiptarët, Mickovski duhet i kushtoj vëmendje paralajmërimeve të partnerëve euro-amerikan për penetrimin e botës serbe dhe botës ruse, të cilat realisht po minojnë sovranitetin dhe po e kthejnë Maqedoninë e Veriut antare të NATO-s në një shtet proksi të Rusisë. Në këtë kontekst, edhe reagimet e Vlenit ishin të papjekura. Kryetari i Çajirit, Izet Mexhiti, u paraqit sikur ka autoritet të lejojë protestën, megjithse ligji për protesta është i qartë. Qytetarët nuk kanë nevojë për leje, vetëm për njoftim 24 orë paraprak. Për më tepër, Mickovski e zhveshi lakuriq publikisht Mexhitin, duke nënkuptuar se ai mban qendrim pro protestës vetëm për përfitime politike. Ndërkohë, Partitë Islamiste Besa dhe Alternativa zgjodhen një qendrim dyftyrësh. E njohin UÇK-n si vlerë kombëtare, por refuzojnë pjesëmarrjen në protestë me arsyetimin se ajo organizohet nga Ali Ahmeti. Nëse synimi i tyre është të parandalojë keq përdorimin politik të UÇK-s, atëherë pjesëmarrja në protestë do të ishte mënyra më e drejtë për ta bërë këtë. Më absurd ishte argumenti i deputetit të Besës Adnan Hazizi, i cili pretendoi se protesta nuk ka legjitimitet sepse nuk organizohet nga familja e komandantit Adem Jashari. Me këtë qëndrim, ai vete instrumentalizon familjen e Jasharve për interesa partijake, pikërisht për atë për të cilën e fajson Ali Ahmetin. Për çdo qytetar shqiptar që e çmon rolin historik të UÇK-s në çlirimin e Kosovës, pjesëmarrja në protestën e së shtunës në sheshin Skenderbej në Shkup është detyrim moral dhe qytetar për drejtësi, dinjitet dhe respekt ndaj sakrificës së saj.